Edi më pyeti para 2-3 ditësh edhe më tha që Linda ka një takim me Tirancit. A ke dëshirë të vish ti? Se ju e keni parë që unë nuk marr pjesë në të gjitha takimet që zhvillon Edi. Dhe me thënë të drejtën më shkoi me njëherë mendja tek obori i shtëpisë së fëmijërisë time. Me avlli qerpiçi, me lule trëndafilash, karafilash, me aromën e selfionit dhe hidërshas, me bukurinë e luleve të borës dhe të mullagës, dhe më dukej sikur ishim ulur nën pemët e kajsisë, kumllave dhe hurmave. Gratë e shtëpisë rrotulloheshin rreth miqve, duke i shërbyer ujë brisk nga pusit e hajati i shtëpisë. Dhe i shërbenin dhe shurup trëndafili, gjyqja ime e bënte shumë. I shërbenin dhe reçel me frutat dhe petalet e pemëve që gjendeshin në oborin e shtëpisë. Ende sot ajo obor është këtu me mua, dhe unë dua shumë të besoj që bashkë me ato obor janë dhe gjyshrit e mi. Gjyshi dhe nona, si që të rrisnim ne fëmijët, megjithse kanë shumë vite që janë larguar nga jeta. Kujtimi i tyre është këshilla më e mirë për mua sot. Ne u lindëm këtu, u ritëm këtu, mësuam në fillim mësimet e shtëpisë dhe pastaj mësimet e shkollës, kaluam vite vështirësish, punës, hidhrimesh dhe gëzimesh, provuam shumë lindje në shtëpitë tona dhe shumë mikje. Këtu në Tiranë, mu në kufirin e një kohe tjetër, u lind dhe Rea dhe Gregu. Tirana ku u rit Gregu dhe Rea, nuk ishte Tirana që u ritëm ne. Ishte ndryshe. Ashtu si që është edhe më ndryshe Tirana për fëmijët që linden sot. Nuk do të kisha ardhur sot këtu midis jush, në qoftë se nuk do të shija këtë si një rast, për të takuar me tirancit të cilët ndajnë të njëjtin mendim, që duan një Tiranë dhe një vend ku të mos tretet përfare kultura qytetare e oboreve të bashkëbisedimit dhe të bashkëjetesës qytetare të urtë. Nuk do të kisha marrë fjalën si njëra prej tiranceve, nëse nuk do të ndjeja detyrimin për të nderuar gjyshrit e mi. Për gjithçka më dhanë dhe më bën të kuptojnë me mënyrën e vjetër tirance, se çfarë do të thotë të jesh njeri dhe çfarë do të thotë të jesh qytetar. Sot dua të flas shumë dhe për ta, dhe dua shumë të besoj dhe kam shumë dëshirë brenda vetes të mendoj që ata janë këtu midis jush, duke më dëgjuar, ashtu siç unë dëgjova mbesën time shumë pak ditë më parë, duke i rënë pianos në konkursin e saj të fundvitit për mësimet e muzikës që merr gjatë vitit. Dhe ashtu siç u ndjeva unë shumë krenare për mbesën time, shpresoj shumë që ato të ndjehen krenar për mua sot. Mënyra e jetesës dhe sjelljes së familjes vjetër tiranase ishte natyrshëm, busulla që drejtonte frymën e qetë të bashkëjetesës në qytet. Në krah të shtëpisë tonë kishte një familje përmetare, në krahun tjetër një familje nga Leskoviku. Përballë ishin familjet nga Dibra, diku më tej nëna Aliseja nga Shkodra. Në çik më tutje ishin Vesht, Gugalt dhe Gurisht, të cilët janë familje të vjetra dhe me shumë tradita tiranase. Të gjithë fëqinj të mirë, të urtë punëtor dhe fjalëmbël, që i ndanin së bashku gëzimet dhe idhrimet e tyre, që shkëmbenin vlerat dhe kulturën e origjinës si pasurinë dhe investimin më të madh për veten, komshillikun dhe brezat. Tirancit e vjetër thoshin që para se të blesh shtëpisë, blej komshillun. Prindrit dhe gjyshit na mësonin që fëmijët e fëqinjve i kishim motra dhe vëllezër. Dhe njerëzilliku ishte vlera më e paprekshme e njeriut dhe tek njeriu. Kështu u ritëm prindrit tanë, kështu u ritëm edhe ne. Tirancit e panë, jo si fillesën e një skenari lufte, po si bulevardin e një paqeje të qëndrueshme, detyrimin për të bashkëjetuar me të tjerët kur Tirana nuk ishte më vetëm e tyrja, por ishte kryeqyteti i Shqipërisë dhe qyteti i gjithë shqiptarëve. Dhe është fakt, tirancit si tërësi autoktone nuk e deformuan qytetarinë e tyre, as kur deformimet dënuan hapësirën dhe bashkëjetesën qytetare. Ata u përfshin pothuajse si një komunitet i tërë në zhvillimet demokratike, por me protagonizmin e tyre të urtë kolektiv,
pa ushquar në asnjë rast si protagonist të shkeljes së oborrit të tjetrit, të dhunimit të pronës dhe të pasurisë së shtetit, të rregullave të rjetuarit në listinë e vjetër të mosprekjes së asaj që s'është e jotja dhe respektit për atë që është ndryshe nga ty. Tirancët i kanë ofruar në dekada qytetit dhe shoqërisë talentin dhe përkushtimin në profesionin e tyre. Me 10 familje tiranase kanë qenë të njohura për talentin dhe punën artizanale zejtare, në mjaft raste të trashëguar brez pas brezi. Të gjithë ne këtu i mbajmë mend ustallarët e mëdhenj të qytetit të Tiranës. Asnjë usta i madh i kohëve të shkuar ne nuk do na e falte sot. Se si është katandisur në Tiranë arsimi dhe se si ne në Tiranë e kemi lënë në rinin pa kurfar zanati dhe të kërcënuar seriozisht për të ardhmen. Nuk do të na e falin situatën në arsim as shumë mësues dhe mësuese tiranase të cilët me shumë devocion kanë përgatitur brezin e arshëm dhe kanë investuar te brezi i arshëm. Nuk do të na e falin as profesor të shquar të Universitetit Tiranas atë se si është katandisur shkolla e lartë sot në Tiranë. Dhe kur mundësitë janë shumë më të mëdha se botën e kemi tamam mbrapa portës së oborrit të shtëpisë. Tirancët i kanë ofruar mjekësisë shqiptare emra të mëdhenj, të paharruar, që brezi i prindërve tanë i kujtojnë me respekt dhe nostalgji për 2 gjëra, për humanizmin dhe për devotshmërinë ndaj gjithë pacientëve të tyre dhe qytetarëve të Tiranës. Të gjithë ata merituan dhe morën vetëm një çmim, pa letra, pa medalje. Çmimin e mirënjohjes së thellë qytetare për të gjithë ata që i shërbyen gjatë karrierës së tyre. Edhe më shumë sot këto mjekë të devotshëm kur shëndetësinë e kemi të katandisur në gjendje katastrofale. Nuk do të na e falnin sot mjekët e mëdhenj të përkushtuar të qytetit të Tiranës, ankthin që provojnë mira qytetar sepse nuk kanë mundësi të diagnostikohen, sepse nuk kanë mundësi që të blejnë ilaçe, sepse nuk kanë mundësi që të përballen dhe të durojnë më mungesën e humanizmit në masë në sektorin shëndetësor. Dhe kur sot që botën e madhe e kemi prapa portës dhe mjafton t'i hapim derën dhe ne të shohim të gjitha mundësitë që ajo ofron për ne. Tirancët janë respektuesit më fanatik të ligjit dhe të shtetit. Të tillë kanë qenë parët tanë, të tillë janë prindrit tanë, të tillë jemi dhe ne. Dhe aq e vërtetë është kjo, sa rëndon këtë respekt ja kanë marrë për frikë dhe për dobësi, duke abuzuar jo pak, sidomos në vitet kur pronat e tyre shteti në 20 vite i ka lënë pas një mbrojtje. Të prirur për t'i trajtuar gjërat sipas ligjit dhe sipas rregullit dhe me shumë tolerancë, pothuaj të gjitha familjet e vjetra tiranëse, apo një lloj si ata, familjet e qytetarëve që kanë ardhur shumë herët në Tiranë, sot gjenden të zhgënjyer, duke rropatur dyerve të gjyqjeve, për të marrë pronat e tyre, duke u ndier çdo ditë jabanxhi në qytetin dhe në vendin e vet. Pas një zgjidhje, po jo vetëm pas një zgjidhje, po pa patur mundësi të shohin një fije dritë në fund të tunelit. Të parët tanë, ata që me shumë mund, djersë dhe ndershmëri e krijuan pronën, do t'ishin shumë krenar për ne, pasardhësit e tyre, që respektojmë ligjin dhe shtetin, por nuk do të na e falnin kur, që ne të rinim duar kryq, përpara kujt në emër të shtetit shkel ligjin, dhunon të drejtën e pronës dhe katron çdo mot dhe më keq çështjen e pronave në këtë vend. Dhe kur sot, kur sfida jonë e madhe është që oborrin e vogël që quhet Shqipëri ta bëjmë pjesë të një obori shumë të madh, që është obori i familjes europiane, dhe kur të mos rish duar kryq do të thotë është fare thjesht të përdorësh votën tënde për të mos u bërë palë me të ligën që i ka hyrë sot shumë keq shtetit dhe përmes shtetit gjithë shoqërisë. Gjyshja ime thoshte, masi ti ngjosh fjalët tjetrit, vrej punën të keqe nona. Dhe puna e secilit sot është që masi ka ngju fjalët vrej punën e vetë si qytetar, duke votuar që punët në oborin tonë të shkojnë ndryshe. Tirana s'do jetë më kurrë ajo që ishte. Shumë gjëra kanë ndryshuar për mirë, shumë gjëra kanë ndryshuar dhe për keq. Mund të bëhen edhe më keq në qoftë se ne edhe ato gjëra që janë bërë mirë deri sot. E jap se sot s'desha të jem krenare thjesht në krah të Edit dhe shumë mirënjohëse për gjithçka ai ka bërë për Tiranën, po desha të flas si njëra nga ju, po për trokitur me fjalën time në portën e oboreve të tirancëve. Dhe për t'ju thënë, është koha të vreni punën me votë.
për Tiranën, për sigurinë e jetës, punës dhe pronës. Për fëmijët tanë që duhet trashëgojnë një vend më të mirë, për Shqipërinë që syti ka gjithmonë nga Tirana. Faleminderit.